Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim English House. Sot do të shohim se si të përdorim nyjet ë dhe ën në gjuhën angleze. Nyja ë më përdoret sa herë fjala fillon me bashkëtingëllore. Bashkëtingëlloret janë b, c, d, f e të tjerë. Nyja ë përdoret për të treguar që unë kam vetëm një gjë. Për shembull, a book, a dog, a lemon, a frog, a truck. Dhe ën më përdoret sa herë fjala më fillon me zanore. Anglishtja ka 5 zanore, të cilat janë a, e, i, o dhe u. Dhe përpara fjalës e cila më fillon me zanore, do të marr ën. An apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella. Këto janë disa shembuj të cilat ju mund t'i përdorni sa herë të hasni vështirësi se kur do të përdorim ë dhe ën. Të dyja më tregojnë një, por ajo që ndryshon është nëse fjala fillon me bashkëtingëllor apo me zanore. Faleminderit që na ndiqni dhe ju lutem ta bëni subscribe në kanalin ton për tema të tilla. Faleminderit.